Генералниот секретар на ДУИ Арбар Адеми синоќа во Клик Плюс изјави дека неговата партија останува на ставот за предвремени парламентарни избори, бидејќи, како што вели, легитимитетот на републичко ниво припаѓа на ДУИ. Според Адеми, актуелната состојба со обиди и напади врз Охридскиот рамковен договор е резултат токму на владење без легитимитет. Ju e dini se edhe pas raundit të parë të zgjedhjeve lokale, ne kemi thënë se qëndrojmë në kërkesën tonë për zgjedhjet parakohshme parlamentare. Edhe pse u humbët shumë komuna, apo? Në nivel republikan, legitimiteti është tek Aleanca Kombëtare për Integrim. Në nivel republikan, legitimiteti është te Fronti Evropian, te opcioni politik të cilën e përfaqësojmë ne. Sot, me këto tentativa dhe atentate që po i bëhen marrëveshjes së Ohrit, të marrëdhënieve ndëretnike, jemi në këtë situatë si rezultat se kemi në qeverisje dikë pa legitimitet. Сепак, Адеми нагласи дека пред одржувањето на предвремените парламентарни избори мора да се решат две клучни прашања. Влада со двојно мнозинство и усвојување на актите во Уставниот суд со истиот механизам. Според него, доколку постои политичка волја, овие прашања може брзо да се решат и да се отвори патот кон предвремени избори. Qeveri me padenter, Po. dhe në gjykatën kushtetuese për të gjitha aktet të cilët miratohen me shumicë të dyfisht, edhe në gjykatën kushtetuese të vendoset me shumicën e dyfisht. Mendoj se këto dy kërkesa janë më me prioritet se sa zgjedhjet e parakohshme, mirë po të ketë vullnet politik brenda ditës. Këta dy çështje rregullohen dhe të shkojmë menjëherë në zgjedhje parakohshme parlamentare. Prandaj, me prioritet këto dy tema do duhet të trajtohen dhe menjëherë ne mbetemi në qëndrimin tonë për zgjedhjet parakohshme parlamentare me këto dy çështje të rregulluara që shikojmë tutje. На прашањето дали ДУИ, доколку победи на предвремените парламентарни избори, би направила коалиција со ВМРО-ДПМН за да ја формира владата, Арбар Адеми истакна дека тоа не е клучното прашање. За него, поважно е начинот на кој ќе се формира владата, дали ќе се почитува легитимитетот на победникот и дали владата ќе функционира со соодветно мнозинство.